Përsëri së bashku të dashur miq në transmetim, Ariola Sheu ishte ai zëri bukur, ajo vajza që pat ju që po na ndiqni në kanalin 10 apo në tele, ju që po dëgjoni zërin, Ariola Sheu vazhdon të jetë ajo që po këndon. Po, pasi pa çmimet e hoteleve në Venecia u frymëzua për jo një natë, po për plot 5 net në Venecia, sa kushton? Vetëm për 8.999 euro. Seriozisht e ke? Po. 8.000 euro. 9.000 euro një natë? Private room me një bed. Me një bed. Po, me një krevat, 0.7 km larg qendrës. Sa? 0.7 km. Në qendër është. Pa 700 metra. 700 metra. Shiko, ky është rasti konkret që gjua angleze i bën si thuhet, e respekton çmimin, se është tamam bed. 9.000 euro për të fjetur në Venecë. Sa shkon më i liri? Flet poshtë urës kryesore të Rialtos. 9.000 euro nuk i harxoj. Sa shkon më i liri, që është 10 kilometra te stacione Mestre, 10 kilometra larg qendrës. 40, 50, sa? Sa? 100? 54, okej, mirë. Tu do kisha fjetur unë 100%. Se është vend i bukur për ta vizituar dhe shoqëri që na bëri mbar ky i ftuar që ta trajtonim këtë qytet. Na çoi në Venecia, pasi e ka vizituar disa herë, sepse me sa di që në kohën e romakëve ti shkoje apo jo, ishte Sot me ne Joy Malsia. Joy, mirë se erdhe në programin Trip Top, një udhëtar i shumë viteve, ku s'ke qenë më Joy, çapo kështu. Shumë dekada. Faleminderit. Tani më shekuj. Në thirrët. E kënaqësi e veçantë Joy që të kemi në studio. Faleminderit që e pranove ftesën. Ulnim, po unë them ta ngrëm pak. Çfarë bëhet? Se e shqetësoni të ftuarin ton i dashur autor programit. Afro dhe pak. Ja, se këto gjëra i lam ti bënim transmetim, prandaj po. Gjithsesi e kemi Joyn sot të ftuar. Joyn e tham që në fillim të transmetimit që me shpirt ti kishe zgjedh New Yorkun. Me shpirt. Po ishte zën Blendi. Shkur vje vonë. Pse New Yorkun? Në thirrët vonë. Pse zgjedhë New Yorkun? Se ne mund të flasim për çfarë të duam, thjesht morëm si fokus Venecën. Po jo, më flasim për Venecën. Jo, flasim edhe për New Yorkun. Pse zgjedhë ti New Yorkun? Po New Yorku ka qenë një pasion i madh që u kam qenë i vogël, domethënë fëmijë. Amerikan total, kultura amerikane, basketbolli. Po dhe ndikuar dhe nga kultura popullore amerikane, sportet, domethënë politika amerikane që ka qenë gjithashtu një fush interesi. Ti ke qenë në një nga intervistat që kemi bërë bashkë aso kohë tek ora, ke fol për shumë për politikën amerikane, mbaj mend, po. Po besoj mund të ketë. Jo beson, po të mbaj mend tu, nëse ti si e mirë me memorien jam unë. Pra ti ke një dashuri 360 gradë për kulturën amerikane. Për po dhe do iki prap pas një javë. Do shkosh në Amerikë. Do iki prap. Lumsi ti. Sidomos tani që janë ulur biletat. Në New York sepse të pëlqen dhe do ta vizitosh për kënaqësi apo edhe për çështje pune? Martohet një shoqja ime në Connecticut. Martohet me ty apo martohet me dikë tjetër? Jo, martohet me një amerikan. Edhe ajo shtetës amerikane. A ke një shoqë amerikane? Me trashëgime Joy. Të ka kompensuar në një lek në një gjë apo zoti nga xhepi? Jo, i paguaj ta vetë, do i bëj edhe dhuratën, kështu që. Shiko, amerikanët janë shumë të çuditshëm. Amerikanët të ftojnë realisht në përvendë, në lokacionin, në dasmat e tyre, se më ka rastisur të shkoj edhe në një dasmë amerikane. Në Kapri më kanë ftuar mua dhe nuk mbulonin asgjë. Hotelin vet, unë i shkreti, atë vet, rrugën vet, gjitha vet. Po tani do ta respektonim, çfarë do bëni? Po ç'e respektosh ai? Ka shumë miq që më presin krah hapur në Amerikë, kështu që nuk do të jetë. Domethënë çfarë do kapësh qyllësh pyetja? Jepi. Nuk do kap asgjë. Po ç'si të pres? Ne kemi zakon që respektin e Nuk e konsideron. Nëse flesh në shtëpi shoku do i lësh lekë hotelit, çfarë do bësh? Po pse këtu e diskutimi? Shikoj, ne jemi dy tipologji të ndryshëm udhëtarësh. Ajo është zonja luxury, un jam zotria cheap. Pra un jam zotria që po të ketë mundësi realisht edhe poshtë urës dhe ato lekët nuk i harxoj. Prandaj po të ngacmoj. Kjo nuk ta them si je si udhëtar. Je një njerëz që harxhon apo je një njerëz që kur ke mundësi të kursen? Shiko, në pjesën e turizmit, pas shumë dekadash që kam kuptuar që ca gjëra, domethënë, mund të kursen në funksion të bërit ca aktiviteteve që realisht Ku kursen atëherë? Ku kursen? Tek ujë pish. Pra pi ujë çezme, në Amerika tap water, kështu që atë konsumon. Po përtej shakave, domethënë ca element përfshirë dhe ujin që është bërë
çështje dhe diskutim forumet turistike, ka element që mund t'i kursesh për të patur një buxhet balancuar. Po të ngacmoj. Biseda në Triptop kjo është dhe thelbi nuk është mendoja mos Venecia, edhe pse do t'i rikthehemi padyshim Venecias. Te hoteli kursen? Pra është një nga gjërat që mund të tolerosh edhe nëse s'është shumë afër, shumë i bukur, shumë komod, mëngjesi spektakolar, ku dëgjon. Këto elementet që veçojnë hotelërit. Te hotelet është e mira të gjesh një gjë ndërmjet, nëse po ndajt dhe ke fshati ngjitur, domethënë do i lesh me taksi apo. Do i lesh me taksi, okay. Para, kështu që një destinacion i ndërmjetëm është zgjidhja më e mirë. Pastaj tek aktivitetet mendoj unë që nuk duhet kursesh, pra tek eksperiencat që ofrohen vetëm në një vend të caktuar, më mirë shpenzoj ato para, se si shton dhe këto shprehjet në internet. Harxhoje parën, mos kursen, nuk vlen një kursimtar. Por shansi për të kërcyer në të 20-tat e tua. Po, aq që të 22, 23. Kështu që ti shkon në Amerikë, mundohesh të mos të kursesh në disa gjëra për të krijuar eksperienca që mund të jenë muze, që mund të jetë, ku diun, zona të caktuara që kanë pagesa për të bërë, por nga ana tjetër thua, nëse ha një slice pizza nuk është problem, thua ti, nuk ka një darkë 100 euro, 200 euro. Nuk është fare problem. Po shiko, muzet dhe aktivitetet tjera në Amerikë nuk është se kushtojnë jashtëzakonisht shumë. Dhe një gjë që më ka bërë përshtypje tek Muzeu i Historisë Natyrore nuk është që kishte një vlerë fikse që duhet ta paguaje. Varësisht. Domethënë kur shkoje tek sporteli, ai të shipi një dashje kështu zgjati. Ishte me vërtet diçka që më ka lënë përshtypje në funksion të shkencës, ai thoshte që mund ta vizitosh dhe falas. Mund të paguash sa të duash, rekomandimi jonë është $35. Do të thash okay, do paguaj $35. Se të vurin seder? Jo, se më vurin seder, e vlerësova faktin që po të doja dhe s'pagoja fare për një person që ndoshta s'ka mundësi. Çfarë bëri përshtypje kur e vizitove për herë të parë Amerikën? Përshtypja filloi që në avion, domethënë Skyline i New Yorkut duket që sapo. Mirë, nuk u përplasët ju. Por jo. Okej. Ishin nga këta paqësorët. Më bëri përshtypje madhështia që ishte po aq e bukur sa në ekran. Më bëri përshtypje që ndihesh shumë i vogël, domethënë në krahasim me Tiranën tonë që dim ku është spitali, ku është ajo, ku është njëra, ku është tjetra, atje me të vërtetë që për shembull kur bisedoja edhe me shqiptar, nga që është një komunitet vend përgjithsisht i madh, edhe për të takuar me miqt duhet të lije një takim 2 javë përpara, domethënë dhe kjo pjesa e distancave, e volumit që kishte qyteti, zhurmës, rrëmujës, por gjithashtu dhe bukurisë. Në Amerikë është sikur takosh Ariola Sheun. Duhet të paktën 2 javë para. 2 javë para. 2 javë para. Por edhe distanca fillon e kam diskutuar këtë si koncept para shumë kohësh, më duket se në me Blendin e prekëm si gjë. Fillojnë distancat dhe koha ndryshon në varësi edhe të vendit ku je, sepse ti në Shqipëri kur thua do iki 1 orë larg, mendon Durrësin. Apo jo, vajtja ardhje në Durrës, nuk do ta shkoje kur, mendoj unë deri në Durrës për të pirë një kafe për të takuar 10 minuta një shok. Në Amerikë është apo në New York të bësh një orë në metro është okay për shkuar për të pirë një kafe. Nëse e pushim po paramendoj një person që punon 8 orë, ka 2 orë commuting, siç i thon, vajti 10, jo do vinë në shtëpi, do lahet, do ushqet, pra po sa vjen edhe reduktohet, kështu që mbetet edhe koncepti ka ndryshon. Nëse e pushim pastaj siç ishte. Ti e kishe luksin, kishe luksin, ti vizitoje Bronxin ku është komuniteti shqiptar, po do flasim pak më vonë, edhe pak momente besoj për Amerikën se do të rikthehemi Venecias. Në këtë moment e shkëputemi, kënga e radhës është po prapë për zgjedhur. Na mori muhabeti kështu. Po na mori. Nuk na mori lumi shqyrozot, se në Venecia nuk ka lum, ka vetëm det, por që pas pak ka laguna, më saktë, pas pak do të rikthehemi Venecias. Ne shkëputemi tjetër këngë dhe rikthehemi përsëri në studio. Jemi rikthyer në Top Albania Radio, jemi me Xhoe Malsia, një gazetar po edhe një mik i yni, i cili po na tregon për eksperiencat e veta. Jo, një sekond, të lutem. Entuziast i politikës, diplomacisë, historisë dhe sportit, hero part-time dhe gazetar dhe prezantues. Jemi live. E Top News. Po, jemi live në transmetim. Kë ke shpëtuar? Është formë ironie, nuk është se kam shpëtuar. A pse është ironik kjo? Në ironik kjo?
Si hero Se ti? kapa unë. Çfarë ke hartu sot? Për eroin të morë. Heroj fjalës lirë. E gjeti dhe zgja, gazetari duket. Ka qenë në terren aso kohë kur përsoi një dhunë nga shteti, dhe mban mend që ta arrestuan, çfarë të bën atëre? Të neve erdhe dhe fatmirësisht për te shakas. Që janë këto njolla të I ka murme. mundur në gjyq dhe pres shkallën e dytë, domethënë që Aha, do marrësh një lek? do marr dhe para që të vënë mend. Ashtu de. Dhe këto do t'i harxojmë në New York. Po në New York, Pa dyshim në New York. Nuk diskutohet dhe udhëtimi i Po radhës. s'dihet kur vjen gjykimi për shkallë dytë se këtu. Po jemi shumë ne. Jemi shumë, kështu që duhet kohë. Gjithsesi, Joy, duke u rikthyer ke biseda jon se është më e rëndësishme se sa këto gjë. Pa e rëndësishme se politika thua ti, patjetër, Si gjyqi jot patjetër. me thënë drejt, nuk kemi ardhur të çajm halle. Ne bëjmë shaka. Mirë, Por pri do apo jemi flasim live? Jemi Se live po, jemi? do live jemi. Do flasim pak për Italinë. Dhe në fakt do flasim edhe për situata të vështira që ke kaluar ti në Itali. Na tregojnë çik për historinë më të Cila situata të vështira? merruse që ke kaluar në Itali. Shiko, nuk kam kaluar keq në Itali, se di nga doli kjo. Në Itali kam pushuar edhe gjatë kohës së koronavirusit, për shembull, Sa ke ndonjëherë? sepse gënjeva në përballë autoritetit, bëj shaka. Si bën shaka? A gënjeve ajo tani apo? Gënjeva për gjysmë. Okej, çik. Jeshtë e bardhë. Do bëja një vizitë për alergjit që kam, edhe fal motiveve Alergjike. shëndetësore mund t'u thoja, mi po unë s'po vdis, kështu që shfrytëzova Këtë gap të Po, sa legislaturës, ndenje, po. sa çmimet e lira, njerëz s'kishte qytetet për vete, kam kaluar shumë mirë. Pa ma të shtije pa fund, Sa ndenje? Mund të kem ndenjur 2 javë. Hë, 2 javë në Po, Venecia. Çfarë sepse bëre unë Venecia kam 2 javë? Sa lek pas ke pas? jo në Venecia, unë Ke qenë në rrit Jezolo? pranë të afërmve të mi, që jetojnë atje prej vitesh. Vërtet. Po, Zona? në afërsi të Brescias, edhe okay. Bergamo. Po, veriu i Italisë, domethënë. mirë, se Bergamo, Venecia nuk është se janë shumë afër. Pavarësisht se jo, është diçka 3 orë. Okej. Me makinë ose me tren, po ka dhe kompani të ndryshme trenash, ato që i paguan më pak të shojnë për më shumë orë, kjo Ata do merja unë, shpejta, që mos i bëjmë reklam Frecciarosës, po. Po pra, shigjet, po se na ndjekin ata pronarët e Frecciarosës, po. Pra, ke vizituar Venecën disa herë apo vetëm një herë? Jo, në Venecia kam qenë një herë, sepse përpiqem që sa herë shkoj në Itali të shoh nga një qytet Të ri. edhe kam parë goxha. E ke vizituar jugun e Italisë? Në jugun e Italisë e kam vizituar Sicilinë. I vajte. Po do të nga vi besoj. Sicilia. Në Sicili ka dhe komunitet arbresh, kam qenë dhe atje. Në Piana degli Albanesi. Po, ka shqiptar që flasin një shqipe Më të mirë se pak imja. vështirë për ta kuptuar, po dallon, po themi, një pjesë të vështirësive Është një shqipe e makaronizuar. Po, që është ka mes fjalë dhe italisht. Një italisht të vjetër. Okej, po të marrësh parasysh gapin kohor që është 5 shekuj. Goxha e kanë mbajtur, po. Mirë që kanë mbajtur dash, domethënë. Po traditash Ne kemi prezente. brez të dytë emigrantësh në Greqi ose në Itali që kanë po. harruar të flasin kështu. Po dhe brezi i parë ka harruar. Okej. Edhe brezi i parë mbas 5-6 vitesh atë se flas shumë mirë shqip, më fal ke 25 vjeç. Kur komunikon, po kur fletë shej që kanë goxha ngjashmëri dhe me kulturën tonë të ciellit. Në çfarë gjuhë Tani me- flisje? Më fal, ndjesë pyetje fundit. Në shqip. Italisht e ime s'është shumë e mirë. Po kështu që kuptoheshit. Kuptoheshin. Ta marr fjalën? Po, patjetër ndjes. Po, ndjes. Thonë që jugu se un po bëjmë gati të shkoj në Napoli. Ta kam thënë që Po, të ma shkoj në ke Napoli. thënë. Të shkoj në Napoli edhe më kanë Me suatën. merruar edhe më kanë thënë që është një vend i rrezikshëm. Në Napoli kam qenë dhe s'kan gënjur. E shef, e do ti më pra, thënë, janë situata vështira aty. Tregohet tani këtu për publikun. Napoli është shumë qytet interesant, Pse? por shumë brutal. Për shembull, kur vajta në fillim në Napoli, po mundohesha të gjeja një vend për të lënë makinën, Ja. dhe më fut një napoletan kështu në dritare. Është lagja ime, tha, dhe duhet t'japësh lek për mua, kështu që euro sa të Sa të dha, sa i dhe? Nuk i dhash asnjë lëvizat. Për ndryshe të vjedhin makinën. Ta marrim. Ka eksperienca si këto, kur blem një paketë cigare në market, na odhën një shishe qelçi nga lart. Pse?
Se ishim në Napoli. Se jemi në Napoli. Se nuk Ti jepje funksionojnë. makinës në Napoli ishte një Më keq se në Shqipëri? sfidë, Ti e more me qira, preferove të me? Jo. Jo, e vogël, shiko, unë kam Sa qenë- zbriti në aeroporti Normal, doli Napoli vodi. lejohet. Pjesa e bukur e udhëtimit ishte se ne erdhëm nga Durrësi në Bari në makinë, nga Bari në Sicili, nga Sicilia jemi ngjitur lart në Napoli, pam Ah, okay. Positano, Pra e keni marrë Amalfin. për U kthye me të njëjtën makinë? Po. Çfarë fati. Thyem se Do të thënë nuk e ke ndetëm ndjerë atje. si zonë të sigurt. Shiko, që unë ndjeva i pasigurt, jo, se Jam nuk jam burra. dhjaks. Jam burra. Ke burra këtu, ke hero part-time, ke heroin part-time. Që ishte që të shqetësonte si situatë, do të thënë japin motorit në rrugica me 80 norë, tash që s'është çështje frike, por kur e shikon si element, domethënë. Pra, edhe ti që je një gjys heroi mund të pësoj edhe mund diçka. të shkon Biseda po të bëhet shumë interesante, po i shkojmë rreth për qark globit, edhe Italisë në këtë rast sepse folëm gjatë e gjerë për Italinë, do të rikthehemi pas pak pikërisht me Xhoin për të folë më në fund për Venecian Venecian. s'm pyetët Pa, për fare, Venecian i po, rikthehemi, kemi dhe Tani blloqe të plot. fillon Kemi dhe blloqe të plot, kthehemi pas pak. Okay.